Së pari, do të ndaj pyetjen tuaj me dy përgjigje. Natyrisht, një diagnoze e tillë përjashton plotësisht detyrimin për të paraqitur çdo vit në kemp. Në vlerësimin tim, së dyti, ana tjetër pozitive është se me mbështetjen tuaj, të babait, të nënës, të familjarëve dhe të shkollës, këta fëmijë ecin dhe arrin të përfundojnë shkollën, arrin të sistemohen si të tjerët. Pra, ka një kohë në të cilën vërtet është i nevojshëm kempi dhe mbështetja, ka një kohë tjetër kur ju dhe ata do festoni normalitetin e tyre në raport me bashkëmoshatarët.